Përshëndetje goca, si ju kam, si ja kaloni? Unë nuk e di që më ka zënë kohët e fundit, bëj prova me produktet. Sa mbulus janë, sa mbajnë, ky është një korrektor, po i farmasis. Në videon e kaluar bëra provën me BB cream, sa mbulues ishte. Nuk e di pse tani dua të provoj korrektorin sa mbulues është. Shkojmë dhe e vëm tek tatuazhi, siç e tregova unë s'kam bën asgjë përpara. Është thjesht, domethënë, korrektori që unë po vë. Okej, do provoj vetëm një pjesë vajza. Sa mbulues dhe sa është. Okej, shkojmë dhe hapim. Do më thoni, duhet spongi, duhet furçe, duhen... Okej, unë këtu po bëj thjesht një provë. Duke qenë korrektor me ngjyrë goxha të çelët, mbules ka goxha, sidomos tek tatuazhin që është i vështirë për të mbuluar sepse është në ngjyrë blu dhe është shumë më i vështirë për të mbuluar. Besoj se edhe kjo u aprovua. Unë e kam vënë, pavarësisht që po përdor edhe pak filtrat, sepse gripi bën vetën. Nëse dhe ju vajza ju pëlqen pjesa e make-upit, e tualeteve, të lyenit, i promovoni, përveç se mund t'i merrni nëse ju intereson, mund t'i blini, keni edhe mundësinë për të punuar me ne, pse jo, në fushën e make-upit, duke thjesht publikuar dhe bërë pjesë në publicitetit me ato që ne bëjmë çdo ditë. Make-up.